Gjykata ka vendosur rikthimin sërish në programet e rindërtimit të këtyre familjeve, shfuqizimin e akteve administrative që i përjashtonte këto familje nga procesi i rindërtimit, si dhe ka dhënë vendimin me ekzekutim përkohshëm që do të thotë që menjëherë do të bëhet ekzekutimi nga ana e bashkisë, pra familjet menjëherë do të trajtohen me bonusin e qeras e do të jenë në pjesë e familjeve të cilët do të përfitojnë nga programet e rindërtimit. Bëhet fjalë për 55 familje të cilët janë prekur nga tërmeti i vitit 2019. U trajtuan vetëm 4 vite nëpërmjet programit të rindërtimit dhe në 2023-shin u mor vendim nga Bashkia e Tiranës për t'i përjashtuar nga programi i rindërtimit. Menjëherë ju ndërprend bonusi qeras dhe familjet dolën në rrugë të madhe. Në ratë tërmetin na përzun për jashtë, na majtën 4 vjet me bonus, na joqën bonusin. Unë dale lyp me fmit, që laj që ranë. Kena bëhu të dokumenta për shtëpi, asi gjos na kanë dhënë. Se që kena shku ati na kanë përcjell, na kanë mbyll dyrët, na kanë nxjerr me polici. 87 familje që ishim, kanë marrë 19 familje, tjerë janë gjithë me qera, që edhe bonusin na e kanë pre, nuk s'morin fare bonus. Marrë 117.000 lek. Nusja me 135.000 lek. 150 paguaj qeran që nuk ndel me hongër. Para një viti gjysi, si gjithë të tjerët, dola i skolifikum. Për arsye sepse prona ishte e nonës dhe e babës. Unë aty në i thash, atë ngrehem, shkojt të shi në të ufin që ta ngre nonën edhe babën, a jam pjesëtari familjes, a jam në trungun e familjes, po nuk e përfito. Për çfarë arsye? Jo do tjetë nona dhe baba. Vendimi është qartazi që ata duhet të trajtohen me programin e rindërtimit, pra të përfitojnë banesë, të trajtohen me bonusin e qeras deri në marrjen e banesës, por tashmë ky vendim duhet të jetë një lloj garanti dhe për familjet të cilët nuk kanë emrin tek VKM-ja apo edhe nuk kanë, por kanë qenë posedues të godinës.